Ndërkohë kemi punuar për këtë aleancë në mbar Europën. Në fakt di kam kënaqësi që jam kryeministri i parë britanik që vi këtu në një vizitë dypalëshe në Shqipëri dhe të punoj me ju si partnerët tanë. Kam po kështu shumë kënaqësi që të mirëpres Antonio në Londër të hënën për samitin e parë midis Mbretërisë Bashkuar dhe BE-s, një moment mjaft i rëndësishëm të epokës së re. Një moment që në fakt ka të bëjë me njohjen e faktit që shumë sfida me të cilat përballen, rritja, migracioni, siguria janë sfida që i ndajmë së bashku e vetëm zgjidhjet e përbashkëta do t'i trajtojnë ato. Sigurisht, sfida më urgjente sot këtu është sigurimi i një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, me fjalët e drejtë dhe e qëndrueshme që janë kyçe. E natyrisht ne duhet të bëjmë më shumë për mbrojtjen tonë. Javën e kaluar shpalla një paketë tjetër sanksionesh për flotën hije ruse në mënyrë që të mbrojmë infrastrukturën tonë nga flota e Putinit. Në fakt, gjatë muajve të fundit kemi punuar fort që të sjellim te koalicioni ynë të vullnetshëm dhe shumë udhëheqës politike ushtarak. Dhe së bashku me Friedrich dhe Donald ne javën e kaluar bashkë me presidentin Macron e kemi bërë këtë gjë jo vetëm si solidaritet, por edhe pas përfundimit të luftës botërore. E bëm për një kujtesë që këto janë pikërisht të njëjtat vlera për të cilat ne luftojmë për të ardhmen. Një moment i rëndësishëm për Ukrainën, por dhe një moment i rëndësishëm për të bërë bashkë për të garantuar argumentin e mbështetur nga presidenti Trump për një armëpushim të pakushtëzuar dhe që presidenti Putin duhet të vijë në kryes për të diskutuar këtë gjë. Tani që kemi nxjerrë këtë ultimatum, duhet të jemi të përgatitur që ta ndjekim deri në fund, sepse nëse Rusia nuk do të ulet në këtë kryes bisedimesh, Putini duhet të paguajë çmimin. Ajo çfarë ndodhi dje dhe e përmenda është një provë më teshme që Putini nuk e ka seriozisht paqen. Rusia po tërheq këmbëzbar dhe po luan lojra, ndërkohë që Ukraina ka dëshmuar se është pala e paqes dhe udhëheqjes. Gjatë këtij konflikti, udhëheqja juaj për të luftuar agresionin rus, qëndresa dhe kuraja e popullit ukrainës është diçka që të gjithë ne duhet ta mbështesim. Por gjithashtu dhe udhëheqja juaj drejt paqes, sepse ishit ju që vendosët në tryez para disa javësh këtë armëpushim të pakushtëzuar. Qartësisht Ukraina është pala e paqes, por duhet po kështu të razisim edhe aleatët tanë, i bëjmë të kuptojmë që ky armëpushim është jashtëzakonisht i domosdoshëm dhe të vendosim sanksione në qoftë se është e nevojshme. Mbretëria e Bashkuar është gati të luajë rolin e vet dhe kjo nuk kupton rritjen e shpenzimeve ushtarake deri në 2.5% të PBB-s në 2027 me ambicien për të arritur në 3% deri parlamentin tjetër. Natyrisht edhe të tjerët po punojnë intensivisht për këtë në mënyrë që së bashku të arrijmë një zhvendosje brezash për këtë industri mbrojtjeje, për çdo kërcënim që kërcënon, që minon sigurinë tonë. Një tjetër sfidë përfshin migracionin. Është një sfidë që në fakt ka viktima ata më të varfrit e që ndikon dhe në shërbimet tona të migracionit. Prandaj dhe unë kam bërë pjesë të rendit të ditës në Blenan dhe në Budapest këtë çështje. Dhe natyrisht edhe pjesë të agjendës sot të shoqërisë, sepse e vërteta është që kjo është një sfidë
për te kufive tanë, një sfidë me cilën duhet përballemi së bashku. Të gjithë qytetarët tanë duan një sistem imigracioni që është i drejtë e që është në funksion të interesave kombëtare. Është koha tashmë të punojmë së bashku për të siguruar kufit e përbashkët. Procesi në fakt po jep rezultate. Ndjejsha në portin e Durrësit të pash personalisht se si forcat e Mbretërisë Bashkuar po punojnë me forcat shqiptare për të luftuar krimin ndërkufitar. Në fakt, në mars kemi zhvilluar samitin e parë ndërkombëtar për të luftuar migracionin e parregullt, duke nxjerrë në pa punën me partnerë ndërkombëtar që po sjellin rezultate. Megjithatë, duhet bërë edhe më shumë në të gjitha drejtimet për migracionin, për sigurinë kombëtare, e të gjithë e dinë që është po kaq thelbësore dhe të punohet për sigurinë ekonomike. Në një epokë të re të tregtisë dhe ekonomisë, ne do të rrisim qëndresën e do të ulim barriera tregtare me aleatët tanë në mbar botën e në Europë. Në këto kohë luhatjesh e pasigurisht. Mbretëria e Bashkuar nuk do të reagojë duke u tkurrur së brendshme, por duke marrë rolin e vet në skenën botërore, duke